Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah në falenderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë dhe vazhdojmë sonte me lejen e Allahut të mëdhenuar me pikat e radhës që kanë të bëjnë me formimin ton. Padyshim, vëllezër të nderuar dhe ju motra gjithashtu, tema që po flasim për të është një temë e gjatë, sikur që e kemi përmendur, përfshin tërë jetën e njeriut. Mirë po, keni pasur mundësi që të vreni gjatë trajtimit të kësaj teme deri më sot, se shumë pika që meritojnë trajtim të zgjeruar dhe të detajzuar i kemi kaluar në mënyrë të përgjithshme. Kjo jo për shkak se nuk kanë rëndësi ato pika, por këtë e kanë bërë për dy shkaqe kryesore. Shkaku i parë është se në shumicën e ligjëratave të kaluarën, këto pika janë trajtuar në mënyrë të zgjeruar. Andaj më tepër, kjo i përngjan një lloj përmbledhje përkujtimi sa që i përngjan një trajtimi të ri. Kjo e para dhe e dyta, shkaku që më ka shtyrë që shumë nga këto pika t'i përmendim në mënyrë të përgjithshme, e jo në mënyrë të detajzuar, është që të kemi lidhje mes pikave. Mos të zhvendosemi dhe mos të shkapërderdhet, domethënë mendja jonë mes ligjëratave e që të harrojmë atë që kemi thënë më herët. Dhe kjo na bën që ne mos të lirohemi nga përgjegjësia e trajtimit të këtyre temave dhe pikave në mënyrë individuale, që çdo kush për neve është përgjegjës për formimin e tij. Andaj në temën e kaluar kemi përmendur shumë pika. Dhe padyshim se gjithë ato pika që i keni dëgjuar në takimin e kaluar, jeni të bindur të gjithë së bashku me mua se mundemi që në kuadër të asaj që kemi thënë vetëm brenda një ligjërate të mbajmë edhe 10 të tjera. Në qoftë se çdo pikë të asaj që kemi cek në të kaluarën e detajzojmë dhe e shtjellojmë në mënyrë të zgjeruar. Por nuk dua që kjo cikël, respektivisht kjo temë e jona, formimi që e synojmë, të jetë temë e gjatë, të jetë një seri me shumë numra ligjëratash, por të jetë e përmbledhur dhe të jetë e renditur, e që pastaj çdo kush që ka nevojë për zgjerim ose për shtjellim më të detajzuar, mund ta bën këtë pastaj në mënyrë të veçantë, varësisht nga ajo që e intereson dhe i duhet. Prandaj, fakti që disa pika, por shumë nga ato, janë përmendur në mënyrë të përgjithshme, nuk do të thotë se ka përfunduar trajtimi i tyre. Kjo është me rëndësi ta kuptojmë. Dhe e dyta, thash, shkaku tjetër që më ka shtyrë ta bëj këtë është vetë që të jemi në kontinuitet. Për shembull, tema e edukatës ka shumë çfarë thuhet për të. Por kisha dëshirë që rëndësinë e saj, degët e saj, shtellimet e saj të jenë në një ligjërat sot kemi mundësi ta përmbledhim që mos të jemi të shkapërderdhur. Nga se sot para mungon shumë lidhja mes informatave. Kemi një informatë që kemi dëgjuar para 3 javë dhe e ndëgjojmë tjetrën që është shumë ngushtë e lidhur me këtë informatë që kemi dëgjuar para 3 javë, por ne realisht komunikojmë me dyja në mënyrë të ndara. Ata nuk e kanë efikasitetin e vet, nuk e kanë ndikimin e vet. Për këtë arsye edhe domthonë lidhshmëria mes informatave, mes temave është shumë e rëndësishme. Por përsëri po them, përgjegjësia individuale i kthehet çdo kujt prej neve në trajtimin e këtyre pikave, në marrjen seriozisht të asaj që është thënë dhe gjithashtu në zbatimin praktik në jetën e çdo kujt prej neve për atë që është thënë. E unë është që të prezantojmë, të themi, të flasim e pastaj normalisht njerëzit dallojnë në përfitimin që e nxjerrin nga tëraja që thuhet. Sot do të flas për një temë e cila nuk e di se si do të kisha mund t'ua prezantoj rëndësinë e saj, apo rolin e saj në tërë këtë proces të formimit që jemi duke folë për te. Por ndoshta me sjell një shembull, shpresoj që deri dikun inshallah e afron rëndësinë e kësaj teme dhe rolin e saj përballë temave që kemi marrë deri më sot.
tema që kemi marrë deri më sot, qoftë dituria, qoftë adhurimi, qoftë edukimi, projekti jetësor, e tjera që kemi marrë në lidhje me formimin, janë margaritarë, të çmueshëm, të rëndësishëm për jetën e çdo kujt prej neve. Por janë të shpërndara. Këto tema janë të shpërndara. Ju duhet një litar që i lidh dhe i mban të ngjitura njëra me tjetrën, që të gjitha ato së bashku të japin efikasitetin e vet në jetën tonë të përditshme. Për shembull, në qoftë se njeriu ka pasuri të caktuar, apo qoftë para për shembull, ato të grumbulluara e kanë vlerën e vet, por nëse i shpërndan e humbin vlerën. Nuk mund të llogaritësh pastaj se kur shpërndan të gjitha ato janë tujat. Kështu janë edhe informatat. Nëse i mban të lidhura mes vete dhe të renditura si duhet, atëherë mund të llogaritësh në përfitimin tënd nga ato. Nëse shpërndahen, atë nuk e kanë efikasitetin e vet. Dhe për këtë arsye edhe dietarët i kanë kushtuar vëmendje të madhe lidhshmërisë së ajeteve mes vete. Pse për shembull evrentin Kur'an fillon sureja i ka për shembull 200 ajete, i ka 160 ajete, ku e disa ajete tjera, apo dhe është kusht të lexohet në mënyrë të renditur. A guxojmë të bëjmë intervenim individual në renditjen e ajeteve kuranore? Zguxojmë se renditja e tyre është shpallje. Por gjithashtu edhe renditja e sureve është gjithashtu e rëndësishme për kuptimin e fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Prandaj renditja dhe lidhshmëria mes fjalëve, mes temave janë shumë të rëndësishme. Atëherë ne temat e kemi marrë, margaritarët i kemi marrë, thash në mënyrë shpesh herë shumë të përgjithësuar, po të detajzoheshin do të bëheshin me 10 ligjërata, po unë nuk dua ta bëj këtë. E rëndësishme është se margaritarët janë para juve. E rëndësishme është se pikat janë para juve, dobit janë para juve. E tash me çka me i lidh ato dhe shporta që na i mban për mbledhra, cila është ajo, e kam shpresuar që kjo temë sonte të jetë pikërisht me këtë rol. Ta ketë rolin e lidhjes mes temave, që i mban të lidhura njëra me tjetrën, që të kenë ndikim tek ne. Tash nëse i themi dikujt, haj çka të mendmani aty për shembull, cili kishte më qenë litari lidhës i këtyre temave, cila është ajo për shembull? Ndoshta do të mundueshim që t'japim përfundime të ndryshme, të përmendim tema të lloj-llojshme, nuk e di. Shpresoj që kjo që kam përzjedh ta ndajmë së bashku mendimin se pikërisht po kjo është ajo që na duhet apo. Litari që na lidh. Aja është atë që Allahu xhallahu ala e ka quajtur në surën El-Ahzab, kur thot Allahu xhalla xhelalu se me të vërtetë tërë këtë peshë të ranë të formimit, të përmirësimit, të rregullimit, ja ka prezantuar edhe dikujt tjetër para neve, krijesave që janë më të fuqishme dhe më të qëndrueshme se ne. Janë kodrat, apo janë qejt, është toka e kështu me radhë, por ato refuzuan. Dhe pikrisht këtë e barti njeriu. E cila është ajo? Është e quajtur emaneti ose përgjegjësia e njeriu, të sillet me përgjegjësi. Dhe nëse meditojmë më thellë rreth shumë përfundimeve të suksesshme në Kur'an, apo në anën tjetër meditojmë rreth përfundimeve të dështuara që i përmend Allahu në Kur'an, meditimi pak më i thellë për te sipërfaqësorës do të na shpije se bëhet fjalë për sjellje të përgjithshme të dikujt edhe sjellje të papërgjithshme të dikujt. Shembull për këtë dua të përmendi fundin e surës Furqan, ku Allahu xhallahu ala përmend një varg cilësish dhe virtytesh dhe vlerash që duhet me to të cilësohet dhe të pajiset dhe të stoliset robi i Allahut, wa ibadur rahman, rabt e të gjithë mëshirshmit, të privilegjuarit, të nderuarit, janë kush? Janë ata 2 pika. Dhe vazhdon Allahu xhallahu ala pastaj në një varg ajetesh duke përmendur cilësitë e këtyre burrave, cilësitë e këtyre muslimanëve dhe muslimaneve, që në bazë të virtyteve dhe cilësive
arritën dhe merituan të jenë rab të Allahut në kuptimin e privilegjit dhe përzgjedhjes. Në kuptim të privilegjit dhe përzgjedhjes. Interesant është si përfundon tërë ky tregim i suksesit, tërë ky tregim i kësaj arritje të këtij titulli madhështor, që është titulli më i lartë, më i çmuar, i fituar ndonjëherë në këtë botë. Aja është të jesh ibadur Rahman, të jesh rab i gjithëmëshirshmit, të jesh abd, rab i Zotit xhallahu ala. Ky është titulli më i lartë që ki mundësi me arrit në këtë botë. Dhe Allahu thash përmend një varg vlerash, cilësish, virtytesh, se si arrihet kjo. Nuk është kjo dhurat, nuk është kjo fal, nuk është kjo në bazë të asgjë tjetër, por është në bazë të diçkafit që Allahu xhallahu ala e ka fshirur në fund të surës. Allahu xhallahu xhelalu kur e përfundon, të nderuar vëllezër dhe motra, shtjellimin dhe trajtimin e cilësive thot kul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Allahu xhallahu ala thot, tash kjo është fundi, ndarja e përjetshme e dy taboreve, e dy kategorive që në këtë botë kanë jetuar bashkë. Në këtë botë edhe i miri edhe i keqi e thithit njëjtin ajër. Në këtë botë edhe i miri edhe i ligu e pit njëjtin ujë dhe i ndajnë së bashku begatit e Allahut. Madje nga një herë i ligu shumë më tepër se i miri. Apo nga një herë në këtë botë ndodh, madje edhe shpesh herë. Dhe ky udhëtim i tyre i përbashkët nuk zgjat përjetësisht. Ata vinë te një pikë ndarëse. Ajo është ahireti. Ajo është pika ndarëse e tyre. Dhe Allahu xhallahu ala po i drejtohet të dy kategorive. Dhe po shpresoj që prej këtij ajeti të jetë piknisja e ligjëratës tonë. Allahu thot kul ma ya'ba'u bikum rabbi. I drejtohet fillimisht palës së shpëtuar, kategorisë së njerëzve të mirë, që u cilësuan me vlera, me virtyte, me cilësi të larta që merituan përmes tyre të jenë rob të Allahut të mëshiruar, të shpërblyer. Çka u thot Allahu këtyne? Kul thuaje Muhammed, ma ya'ba'u bikum rabbi. Nuk ishte kujdesi Allahut për juve si pasojë e diçka të veçantë që kishit ju. Nuk ishte kujdesi Allahut për juve si pasojë e gjuhës së juaj, si pasojë e ngjyrës së juaj, si pasojë e kohës kur jetuat, vendit ku jetuat. Ja, s'ishte kjo absolutisht. E çka ishte? Laula. Ishte njëra veç, mos ishte kjo, të gjitha këto do të binin poshtë. Laula du'aukum. Mos ishte duaja juve. Në kuptim, adhurimi juaj. Me një fjalë, përgjithësia juaj përballë rolit në këtë botë aftë. Ishte të përgjithshëm dhe përgjithësia ishte ajo që i lidhi gjitha këto cilësi mbajtë të mbledhura. Ndërsa ju pala e dytë faqad kadhabtum. Apo ju se patët përgjithësinë, ju tallnit kanë e ka që Allahu pejgamber, kush i ka pak pe atje kush u ardh, e çka u sillen me pa përgjithësi përballë fjalëve të Allahut, faqad kadhabtum. Përgënjeshtrimi nuk është asgjë tjetër përveç se një sjellje pa përgjithshme përballë të vërtetës. Që kjo është përgënjeshtrimi. I vije argumenti, për shembull, kur kurajshtë e Mekës kërkuan argument nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se dërguari i Allahut. Nuk i mjafton te Kurani. Tha na sjell diçka tjetër jashtë toksore. Në rregull. A do të jetë tash përgjithshëm përballë kërkesës? Ju po kërkoni fakt. Në qoftë se u sjelli, a besoni? Tash bëhet fjalë për çka? Për përgjithësi, s'ka më fakte. Se e vërtet dolin shesh. Për shembull, Allahu xhallahu ala urdhëroi që të ndahet hana për gjys. Apo edhe zbret për këtë surën El-Qamar, kur u qa hana. A u qa hana për gjys? E pak. Për gënjeshtimi i kurajshve tash, a ishte përballë mjegullimit të fakteve? Absolutisht, ishte e qartë. A ishte përballë mungesë argumenteve? Nuk ishte. Pse mohuan? Pse ishin të papërgjithshëm përballë kërkesës tyre ato? U dam në rregull. E ku është përgjithësia e kërkesës pra? Andaj faqad kadhabtum. Ju mohuat me një fjalë, ishit të papërgjithshëm përballë fakteve.
Allahu po kujdeset për juve me dërgu pejgamber, Allahu po kujdeset për juve me zbrit libra. Ku është përgjegjësia përballë kësaj? Andaj mendoj të ndërua vëllezër dhe motra se shkaku kryesor që njerëzit kanë përfituar nga fjalët e Allahut, nga mësimet e pejgamberëve, është përgjegjësia e tyre përballë begatie. Dhe shkaku kryesor që njerëzit kanë mbetur të privuar nga përfitimi nga fjala e Allahut dhe nga mësimet e pejgamberëve të Allahut është pa përgjegjësia e tyre përballë gjitha fakteve, mrekullive, mirësive të Allahut që ua dërgoi. Dhe nëse meditoni më thellë, në shtëpi kur shkoni, për këtë që e thash, mendoj se do të vini te ky përfundim që kam marrë dhon. Njeriu është krijesë e përgjithshme, nga se ai e ka marrë vetë përgjegjësinë mbi vete. Për këtë arsye nuk është kjo e lehtë. Prandaj edhe këtë përgjegjësi, këtë emanet e refuzuan qetë dhe toka. Por njeriu asillet konform përgjegjësisë së tij, e këtu është problemi atë. Dhe kjo është tema e madhe që duhet me të vërtetë ta kuptojmë drejt. E rëndësishme është se edhe sonte do të përmendë disa pika të cilat normalisht kanë nevojë për shtjellime të zgjeruara, por edhe tema e sonte do të jetë në kuadër të shtjellimeve të temave të kaluara. Do të ketë përgjithësime, por spaku të jenë sinjale dhe udhëzime që na duhen në rrugtimin tonë të formimit. Por edhe në bazë të leximit, por edhe në bazë të përvojave, mund të vim te ky përfundim, se njeri i përgjithshëm me plot kuptimin e fjalës është pikërisht rezultati i formimit të tij. Përgjithësia është rezultati përfundimtar i formimit. Sa mungon përgjithësia në çfarë do lloj niveli është shenjë e qartë e mungimit të formimit. Njeriu i papërgjithshëm është i paformuar. Apo andaj gjitha ato që e formojnë njeriu e bëjnë në fund individ të përgjithshëm në këtë botë edhe në botën tjetër. Na këtë dojmë. Na dëshirojmë individ i cili është i përgjithshëm, i cili bart përgjithësi, e çon amanitin si duhet, është përgjegjës për fjalët e veta, është përgjegjës për veprat e veta, është përgjegjës për këtë ato që e kanë më përmend ato. Dhe sot na si musliman, a jemi të përgjithshëm sa duhet, a e bartim përgjithësi sa duhet? E kjo është ajo që do të zbulohet inshallah në pikat vim dhe do të bindemi se procesi i formimit ende është në rrugtim e sipër. Dikujt në fillim e dikujt mes, por megjithatë mbetet në rrugë jo e shkurtër për të kaluar deri tek kurorëzimi i këtij formimi me një person i cili është i përgjithshëm. Sikurse do ta përmendim inshallah në vim. Kur flasim për përgjithësinë të vëllezër, normalisht dietarët kanë dhënë shpjegime të ndryshme se çka është realisht përgjithësia. Unë nuk dua tash të futem në botën e definicioneve, rregullave, nga sa ashtu dhe koha na ka shku vetëm me këtë hyrje. Por dua të them shkurtimisht. Fjala përgjithësi edhe në gjuhën arabe është e ngjashme si në gjuhën shqipe. Është mesulije. I thon mesulije, që vjen nga fjala sa'ala, sual. Edhe këtu përgjithësi. Përgjithësi çka kupton ti? Do të thotë se ka pyetje. Andaj kuptimi i detit është tëraja, që të pyet dikush ty për të, qoftë në këtë botë apo qoftë në botën tjetër. Qoftë për fjalët e tua, qoftë për veprat e tua, madje qoftë edhe për bindjet e tua. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu e përmend në Kur'an se çdo njeri është përgjegjës për veten e tij. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Allahu thot, çdo njeri është peng i asaj që e ka bërë. Do të jap përgjegjësi për atë që ka bërë. Madje Allahu xhallahu ala kur flet për përgjegjësinë, përmend edhe përgjegjësinë e njeriu përballë vetes së tij, duke thënë inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. O njeri dije se me të vërtet dëgjimit dhe shikimit, madje tërë brendia jote, bota e koncepteve dhe kuptimeve dhe meditimeve tuja, për të gjitha këto do tjetë përgjegjës bardhësi tyre. Kush ai? Njeriu.
ti je bartës i dëgjimit, ti je bartës i shikimit, ti je bartës i kuptimeve dhe koncepteve të caktuara që të prezentojnë me botën e jashtme. E ki me dhonë përgjithësi pra për këtë. Prandaj, nuk është e lehtë që të arrihet e përgjithësia. Të nderuar vëllezër, do të përmend edhe në fund inshallah, por sa për ilustrim për fillim. Për të treguar se sa është i lidhur formimi me përgjithësinë. Sa është i lidhur formimi me përgjithësinë. A kishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam përgjithësinë e kumtimit apo përgjithësinë e udhëzimit? Çfarë përgjithësie bartaj në raport me shpalljen? Allahu ja dha shpalljen apo? Dhe kërkuan nga ai të cilët i përgjithshëm përballë shpalljes. Mirë, përgjithësia e tij përballë shpalljes, a është udhëzimi i njerëzve apo kumtimi dhe lajmërimi i tyre me atë që Allahu kërkon prej tyre? Gjithë ne e dim. E kërkuar është bellig, ja ejuhar rasulu, bellig ma unzila ilejk. Allah i tha, o i dërguar, ti shpalle, kumtoje atë që po të zbritet ty. Apo disar Allah i tha, lejse leke hudahum, ti nuk e ki ndorë udhëzimet tyne. Belillahu jehdi men jesha, por Allah udhëzon këdën. Kështu Allah i tha, e lirojnë nga përgjithësia e udhëzimit, duke ngarkuar vetëm me përgjithësinë e kujna e lajmërimit, informimit dhe kumtimit. Kështu Allahu e ngarkoi pejgamberin sa. Mirë, përgjithësia e pejgamberit sallallahu, a mbeti e kufizuar te lajmërimi apo preku edhe fushat e udhëzimit? Shikoj se ishte i përgjithshëm. Aq ishte i përgjithshëm sa që sillej konform kësaj përgjithësie, pothuajse ai krahas informimit dhe kumtimit e ka në dorë edhe udhëzimin. Aq ngarkoi me udhëzim, sa që disa në Kur'an intervenoi Allahu me shpallën duke i thonë la'allaka bakhi'un nafsaka. Ti duke ngarku vetën shumë, sa është në dorë tonë udhëzimi, innaka lan tahdi man tasha. Ti s'u udhëzon këndan, innaka lan tahdi man ahbab. Ti nuk udhëzon këndan, walakin Allah yahdi man yasha, por Allah udhëzon këndan. A nuk e di këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kja ka ditë. A ka ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndorë të kujt është udhëzimi? Kjo është më rëndësishme ta kuptoni. E ka ditë shumë mirë. E pse pra Allah po i thotë se udhëzon? Nga se nga kujdesi i tij, nga përgjegjësia e tij e madhe ka të kalu për te asaj që është e kërkuar prej tij, vetëm që të di përgjithshëm atë. Vetëm që të di përgjithshëm. Dhe për të dëshmuar përgjithësinë e tij përballë shpalljes, Allahu Gjelle Gjelalu zbritje disa ajete që me të vërtet nuk ishin të lehta për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nuk ishte e lehtë për të apo t'u akumton të njerëzve surën Abese. Abese wa tawalla. Kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam në mënyrë jo të mirë reagoi përballë kërkesës njeriu dhe Allahu e qortoi. Para mendo po a shpall njerëzve se ai zot që më ka dërgu, ai zot që deri dje më ka lavdru, edhe sot po më qorton aftën. Madje një ajet në surën Ahzab, Aisha radhiyallahu anha thot të kishte fshehur diç pejgamberin nga Kurani, këtë ajet e kishte fshehur aftën. Po s'kam fshehur kur zë hiç. Kur Allahu xhallahu e urdhnoi, ti thot Zeidit, ti thot lëshoje gruan tënde Zeinebin, për arsye të caktuara që nuk është tema jonë. Mirë po ai hezitante se i vind të keq. Atër Allah çfarë i tha? Tha takhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha. Tha apo ke frikë për njerëzve? Allahu është më meritor t'ja kesh frikën. Kuna për i thot? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj përgjësia përballë shpalljes e bëri që edhe ato ajete që e qortonin, madje qitë në shesh dhe që ndoshta nuk ishin mire për Muhammedin s.a.s. edhe ato të prezentante. Dhe jo vetëm këtë mas, po dhe për të iksaj, sa që të tenton të kras informimit edhe njerëzve tua ndryshon të zamrat, edhe pse kësisht e të tyre ti. Prandaj, qka po të në argument më të madhë? Kush është njeriu më i formuar në ftyrën e tokës? Muhammedi s.a.s. E si u reflektua formimi ti? Me përgjithësia, pëtën. 40 vjet e formoi Allahu azza xalla. Apo që kur ti vjen shpallja me përgjithësi të cilët përballë ti amanet që Allahu e ngarkoi me të.
Pse nuk kërë shpalla kër i pat 15 vjetë, ose 20 vjetë? A s'ka lidhje formime me përgjithsina? Unë e po kuptoj që kanë shumë lidhje me zvetja. Andaj, të ndërlezër, përgjithsia është një vlerë shumë e rëndësishme, që përfshin dimenzionet të shumë të tjetës tonë, jo një apo dy. Përfshin shumë fushat të tjetës tonë, e që në mënyrë të përgjithsuar do t'i përmend disa për ty në të. Fillimisht, përgjithsia është individuale. Çdo individ ka përgjithsi përballë diçkafit. Dhe përgjithsi shoqërore dhe kolektive, edhe këtë e përmendim. Kur flasim për përgjithsinë individuale, mund edhe këtë ta ndajmë në 2 apo 3 pika. E para, përgjithësia individuale e njeriut, përgjithësia e tij përballë Allahut Azza wa Jall. Çfarë kuptimi? Fillimisht dëgjoni këtë me vëmendje të ndrollës dhe motra. Ti në zemrën tënde ki një grumbull bindjesh, apo? A je i bindur se Allahu ekziston? Po, ku është kjo bindje? Unë s'pesha. Ja, në zemrë kam, domthon, tu e kuptu çka po them. Ti në zemrën tënde ki një grumbull bindjesh. Domthon, ki bindje se Allahu ekziston, ki bindje se Allahu të sheh, ki bindje se Allahu dëgjon, ki bindje se Allahu është i gjithdijshëm, ki bindje se tëra që ndodh është e caktuar, ki bindje se ki me dhënë llogari për Allah, këto ki bindje. Mirë, kur i marrim këto bindje, i vendosim këtu. A jeni tu kuptu çka po do të them? Bindje që i ki mrena, ti ke besu në të to, atë ka shti dikush me zarë Allah me besu? Jo, me qef ke besu. Andaj përgjësia është e lidhë me vullnet lirë. Ato që ka e ki të imponuar, s'ka përgjësi. Apo? A ki përgjësi për Allahot, pse veç shqip din me folë, zin të të rëgju? Jo, s'ki vëllaj përgjësi. S'ki qëta ta kam su Allahu, që kjo gjuha jo të falë, alhamdulillah. Apo, ti a e ke zjedh me vullnet të lirë? Jo. Prandaj për këtë, s'po flasim për këtë, po flasim për ato që ka të bëjmë me vullnetin tënë. Kush i ka mbjellë të bindje këtë zemër? Ti, me vullnetin tënë. Vetë ke pas qef, që kjo fe, unë po besoj që është me e mira, jam i bindun, edhe e konfut në zemër. A është ishto? Në regull. Këto që e ke bu me vullnet, po e vendosim me njënë. Tash, ti vetë, unë tash individuale, ti vetë kur je, i merë bindjet, i vendosë të. Edhe i merë veprimet i vendostu. Donë me lidh mes të dyjave, mes bindjeve edhe veprimeve. A mund është me i lidh me litarin e quajtur përgjithësi? A mund është? Veprimet e tuja vëllai, jetën tonë që shtirnon, edhe bindjet e tuja që tu i qet, djatë edhe majt. Ashtu do të me lidh, mos më shka përderë. A kishe me guxov me thonë se këto dyja i lidh përgjithësia? Besoj që shpesh herë jo, apo, fatkeqësisht njerëzit nuk sillen me përgjithësi përballë bindjeve që i kanë ata. Shpeshherë i injorojnë bindjet, pothuajse nuk ekzistojnë fare. Dhe sillen këtë ndryshe ata. Ti ai ke thonë Allahut la ilaha illa Allah. Atë ka shti dikush me zërë Allah me thonë la ilaha illa Allah. A ka dikush që tu në xhami thotë shoqëroj që vete se bën siklet që më konë, unë jam qaj. A ka? A këni thonë tonë me qef la ilaha illallah? Me vullnet, të lirë, kur kush me zërë që ka shtia, po? Me qef? Në regull. Ke thonë me vullnet la ilaha illallah. Do me thonë, e ke detyru vetën me do obligime me vullnet. A jemi të përgjithshëm përballë së deklaratës që duhet? Përgjithësia përballë fjalës së shahadetit. La ilaha illallah, njohja e saj, kushteve të saj, kërkesave të saj, e kështu me radhë, është përgjithësi o Allah, ti barë që ja ki kësaj fjallë, se ti vetë e ke thonë. Andaj kemi përgjithësi përballë Allahu që nëmë kuptan, përballë besimin te, përballë detyrimeve tona, përballë ti që i kemi pranuar mbi vetën tonë me vullnet lirë. Vesh njëri përgjithshëm i kryen që shduhet aftën. Prandaj, të ndërrollazër, një njëri që shikon jetën e sahabët pejgamberi s.a.s. Dhe për cilë, pëse mërë ta burra një në konë sahabe?
Pse s'jam unë sahabe? Qa kanë ata me konë sahabe? Pse unë s'pata nderin, unë s'pata nderin që tjetojnë kohën e tyre? Pse? Do me përcit është jetë në tyre. Kjo ka përgjigje, tash, po thëmë që jo pa përgjigje. Por do në me shiku jetën e sahabeve, qëka i ka bëhet veçantë? Qëka i ka bëhet veçantë sahabet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Do të shohësh subhanallahu se emëruesi i përbashkët i asaj që e bën të veçantë ata nga gjeneratat e tyre pas tyre është përgjithësia e tyre për fjalën që e kanë dhënë ata. Apo përgjithësia. A doni mi bëu dy krahasime për me kuptu? Çe dy krahasime? Musa alayhi salam kur i tha Beni Israelve, se Allahu po i thot me u fut në Kuds. Hini, aty ishte një popull i vrasht, një popull arrogant, që Beni Israel kishin frikë me luftu me ta. Allahu a letësej te i mase dhe u tha, udkhulu alehimul bab. Futuni ka porta e qytetit të tyre dhe vetëm futje e juaj përmes së porte është fitore për juve. Por ata prap kishin një frikë se ishin popull me të vërtetë ata luftarak dhe arrogant. Apo dhe kërkuan kësaj radhe nga Musa u alsam që të shkon vetaj. I kanë besu si pejgamber, kanë kërku prej tij që të kërkon pi Allahut më u ndihmu me shëru Kudsin, dhe kur erdhi koha apo që të zbatohet kjo, u zbrapsën. Mirë. E kemi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam pas qindra vjetë pastaj me sahabët e tij. I mbledhi ashabët e tij ishin ngarkuar me të vërtetë, ata muhaxhirët le pasuni, e le vend vet, apo ansar ngarkohu me probleme të shumta tash me muhaxhire, me shumë bojkote nga ana arabëve, ishte situatë e ngarkuar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mbledhi sahabët e tij dhe po akumton një kërkesë për me dalë tash në luftë se po sulmohet rrezikohet Medinia. Kur u shfaqi atyre, kur u shfaqi sahabëve, që ke i ka bua ata me kënd veçantë. U shfaqi se çka po kërkohet tash. U ngret Saad ibn Muadhi. Ishte zotriu i ensarve, ishte kryetari i ensarve. Tha, o i dërguari i Allahut, unë tash po ju flas shqip, jo përkthim arabisht shqip po ju flas, me kuptu. Apo Saad ibn Muadhi çuçi ke shton këtë fjalë shqipaj. O i dërguari i Allahut, re rahati, mos u ngushtoti me këto fjalë, apo çka të kërkoj shpineve na ki për mas. Apo edhe nëse na thua bini detit, na i bim se e kena llogaritë edhe këta që ki mundësi me na lyp, andaj kur të kena thonë hajde te na, krejti kena llogaritë apo. Me përgjithësi, am keni marrë me mrujt. Kush e thiri pejgamberin në Medinë? Ensartë e thirrën. Apo ensartë u sillen me përgjithësi maksimale për balltesës. Pse? Këna ditë na që kanë u përzon për atjet, ku kanë më shku ata, po kanë marrë të pejgamberin asam. E kur vinë këtu, kush unë i marr me buk, na duhet më majt. Edhe këtu e kanë kalkuluar. E kanë kalkuluar që duhet të shpjat me do përgjysë, ku flen këta burra. Edhe këtu e kanë kalkuluar. E kanë kalkuluar mandej që vinë burrat e luftojnë këtë njerëz, duhet na më mbrojt. Edhe këtë kanë kalkuluar. Të gjitha kalkulimet që i kanë bërë ensarët, a janë sjellë me përgjithësi për ballsoj komplet. Çka ka bëu posaçëm ato. Prandaj të ndërozër përgjithësia që njëri me kon korrekt dhe me mat mirë fjalën që jep. Besën dhën Allahut azza xal dhe marrveshjen që ka me njerëzit, të jetë i përgjithshëm. Të jetë i përgjithshëm. Thash fillimisht në rrafshin individual, me veten e tij. Me veten e tij, me bindje që i ka në zemër, me fjalën që e ka dhënë, me gjymtyre që nesër për to ka më dhënë llogaritë tek Allahu azza xal, apo sillesh Allah me përgjithësi apo jo? Apo sillesh me përgjithësi përballë begative që Allahu t'i ka dhënë? Andaj një ditë Ibn Omeri radiallahu ta'ala anhu, Ibn Omeri një ditë bënte tawaf rreth Ka'bës. I bëri 7 radh sikur se është zakoni i tawafit, dhe pas kësaj i foli 2 rekate dhe ul. Një njeri i cili nuk ishte nga sahabët, i gjenatëve pas sahabëve, apo
e përcilli Ibn Omerin se si po bën tavaf dhe çish po falet. Edhe i tha, e gute pak po mdo këtë Allah. Shpejt i rapëtën, pi thot kujna? Ibn Omerit, e gute pak. Ibn Omerit nuk po do me polemizu me te në këtë rafsht të ibadeteve. Se këtu ka mundësi me konë dikush me mirë se tjetëri, edhe në koft i gjenerat më vënd shmapëtën. Qka tha Ibn Omerit? Kjo është fjallë shumë e rëndësishme që e ka thonë Ibn Omerit radiallahu ta'ala anhu. Tha, ka mundësi që ju t'jeni ata që bëni ma shumë tavaf edhe fali namaz sana. Ju që vini mas neve, ka mundësi, falni ma shumë namaz sana. Dhe bëni tavaf ma te për sana. Mi po tha Ibn Omeri, radiallahu anhu, ajo që neve na bën ma të mirë se juve, ajo që neve na bën ma të mirë se juve është, i përmeni 3 cilësia. Tha, sidkul hadith, fjala e vërtet, na kur s'këna rajta, jo ka pak, edhe për falën e për rani, e na s'këna ditë shumë i bashku të disane, që kja, ti mund më falë ma shumë, na i na falë pak, po që kjo pak, na ka po që është të mirë. Që ka sidkul hadith, na drejt këna folë, ja kemi dhonë dikujt fjallën, se ja kemi thimo. Ka thonë e dyta, eda'ul amana, përgjithësia. Ne na kon më të përgjithshëm përballë Allahut, përballë fjalës së Allahut, përballë fesë së Allahut, përballë muslimanëve, përballë njerëzve, më të përgjithshëm kemi qenë se ju që jeni sot atë. Na pak kena pas, po e kena rrit më shumë se që poruni ju sot që keni më shumë atë. A o që dallimi? Këshora, çdo rast që të është dallimi atë. Edhe ka thonë injazul wa'd. Edhe ajo që na bën më të mirë se e treta është kush? Zbatimi i premtimit. Ne na mot shumë kur kena premtuar, kur kena premtuar, e kena qenë vënë atë. Prandaj ai premtun ensarat se kanë merrujt pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. A preku më dikush? A preku më dikush? Në ndëruar, kur ka vdek, se në Medinë ka qenë, fisi Efs dhe Khazraj, Sa'd ibn Rabia, ka qenë një nga presit e mdhajt Medinës, është plagos rënë në Uhud, plagë që ka vdek për ty në aftën. Subhanallah, para se me vdek, duke i dalë shpirti, fjallët e fundit, adin cilat ishin Sa'd ibn Rabias, e thiri popullën e vetë dhe ju tha, kur halal mos ju qoftë, në qoftë se e prek dikush pejgamberin sallallahu alajhi wasallam mas besë që e kena thonë që kena merujt aftën. Edhe vdeq aftën. E përgjësi Allah, e kena thirë njerin merujt, ja kena thonë fjallën, mos ju qoftë kur halal aftën. Qështu ju tha aftën. Fjallë të rana ju tha, që tua sjellë në menje përgjëtsin, që e keni përballë fjallës së dhënë, përballë emanetit, përballë, anë e kja e bën muslimonit. Normalisht, nuk ka përgjësi pa namaz, nuk ka përgjësi pa agjerim. Mi po të mirë lezër, namazi i cili nuk të ngrit në shkallën e përgjësis, në shkallën e fjallës së vërtet, në shkallën e mbadës së premtimit, është i kontestuar. është i kontestuar. Për këtë arsye, element i formimit kemi thënë adhurimi, ndërsa rezultati i tij është përgjithësia. Është më rëndësi. Element i rëndësishëm, i domosdoshëm i formimit është ibadeti, agjerimi, s'ka pa ata. Namazi nuk ka pa ata. Mirë po, a është njësi matëse e arritjes dhe e suksesit të formimit? Kjo? Jo, nuk është. Nuk është. Është aja që të shpije tek përgjithësia Allah. I përgjithshëm me plot kuptimin e fjalës. Prandaj, përgjithësia individuale thash përballë bindjeve tuaja, fjalëve tua. Të din çka ke besuar Allah. Të din çfarë bindje bën në zemër. Ku është përgjithësia përballë saj? Andaj, përgjithësia individuale. Përgjithësia gjithashtu të ndërlozur, përgjithësia përballë begative që Allah të ka begatu me to. Sikur se kam cek në një nga ligjërat e kaluara. Njëri përgjithshëm, a më tepër e bardh galën e shfrytëzimit apo galën e falënderimit, cilën e ka më gale? Një njëri që është i përgjithshëm, a më shumë e bën galën
kur të merr borx, a çu ka me kthy borxhin? Shumë për njerëzve galën më të madhe kanë çysh me I thon dikujt. Si ti merr, përgjegjësia e kthimit pastaj është relative. Bien, nuk është nivelin e duhur. Nëse njëri përgjithshëm apo ka përgjegjësi deri ti lyp, se si lyp për gjithçka. Por shumë më I përgjithshëm pastaj është çysh ka me I kthy atë. E që kjo është besimtari. Që kjo është besimtari. I përgjithshëm Allah në gjitha aspekte jetës. Me fjalën e dhënë, me bindjet, me konceptet, me gjitha çka ka. Për këtë arsye edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, të nderuar vëllezër dhe motra, një ditë I tha ashabëve të tij. I tha: "Istahyu min Allahi haqqa al-haya." Çka çfarë u tha? Tha: "Ju duhet në pas turp pe Allahut." Apo, nga se pjesë përbërëse e përgjithësisë është turpi. Tha: "Istahyu min Allah." Keni turp pe Allahut. Ashabët tha: "Nahnu nastahi walhamdulillah." Tha: "O dërga Allahut, sa na përket neve, na sa pe marrën vesh na turpin, nuk jem bash pa ta para Allahut, alhamdulillah." Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për t'u sqaruar atyre realisht çka është turpi, nuk është turpi ndryshimi I ngjyrës tyrës, më kuq. Apo edhe pse kjo është një reflektim I tij, ama realisht çka është turpi? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man istahya min Allahi haqqa al-haya." Kush turprohet para Allahut turp vërtet, falyahfadhi ar-ra'sa wa ma wa'a. Le ta ruan kokën dhe atë çfarë konte. Apo koka është begati. Ruajtja e saj, e çka ka në kokë, janë syt, është veshi, apo është gjuha. Dhe para së gjithash është ajo me çka e mush kokën. Sot do njerëz vallahi subhanallah e mushin kokën me do informata, me do punë që me I shti në thes tuk I zhdhim thesi, e jo në kryoptën. Vallahi në thes me I shti të bërlogut, dhimet me e zhyt kesën e bërlogut, çka shtim tabla. Ati si dhimet në kry me I shti do di informata do çka. Ku është përgjithësia për balë kokës Allahut? S'ta ka hap Allahu kanë bërlogut gjithçka të me shti Allah. Ta ka hap Allahu xhallahu ala që ta ruash, çfarë po fut të? Ose fjalë që I nxjerr, e njëjta që po them, me pas mundësi, me I dhon shije disa fjalëve, do të ishin helmi më fatal në fytyrën e tokës ato. Normalisht fjalët nuk kanë shije. Apo nuk kanë shije, ato kanë përjetim të ëmbël të hidhur kështu më radh. Po ka fjala shije, ajo s'hahet. Por me pas mundësi, me shndru fjalët e dikujt në ushqim dhe të kenë shije, wallahi do të çuditëshe qysh që njëri s'po des mas gjithë që ato fjallë I ka thonë ato. Tonat helm që e ka në përmbat në fjallëve tjeve. Ku është përgjësia? Kjo turpi? Falyahfadhi ar-ra's. Gjithashtu ka thonë pejgamberi walyahfadhi al-batna wa ma hawa. Dhe le ta ruan barku dhe atë çfarë ka te, apo edhe nderën e tij, edhe barkun që ka fut nga ushqimi mbrana. Nëse është përgjegjësi para Allahut për kafshatën që e fut në barkun tënd, ku është përgjegjësia? Nga se ka njerëz që futin në barkun e tyre ushqim I cili realisht është zjarri I xhenemit. Ata që han ushqimin e jetimeve janë të papërgjegjshëm përballë pasurisë. E çka Allah thot për ta? Këta nuk han diç tjetër illa an-nar. Përveç se zjarrit, shikoj e ka quajtur zjarr, ata zjarr nuk hajnë, por e ka përmend Allahu xhallahu ala këtu ajete në bazë të përfundimit, jo në bazë të shfrytëzimit. Ata shfrytëzojnë ushqimin, por përfundimi I këtij ushqimi është zjarri. Prandaj përgjithësia e barkut dhe ushqimit, apo edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Man istahya min Allahi haqqa al-haya", kush do mu turpu për Allahu xhallahu ala, një manifestim I përgjithësisë, atëra falyadhkuril mauta wal bila. Falyadhkuril mauta wal bila. Leta kujton shpesh vdekjen edhe tretjen. S'ki me konë kërkushe heq, s'ki me marë kurgjë me veti, përveç se përgjithësisë. Andaj, a I ke agjeru 10 Ramazana dhe I tash? Po. Dikosh më pa, po thëmë mesatare, 10 I ke agjeru.
10 Ramazana me i grumbullu bashk, jo një sakrifis, jo një lodhje, apo? Edhe ata që 10 Ramazana që ti ke agjeru, ata si kanë agjeru heq. Hes në gjënë, as të kalume se kanë agjeru, as të parakon, hes kanë gjinuame. Ata kanë grënë dhe ti ke abstenu nga ushqimi. Ka kalu 10 vjeqari. Sot ti e dhaj që nuk ka agjeru. A jeni të barabart në ngopje? Po. A jeni të barabart në pushim? Po. Ka kalu lodhja. A jeni të barabart në gjdo gjën këtë bot? Po. Në qka jeni të pa barabart? Në përgjithsi. Ti e ki përgjithsi në regullume për Allahot për agjerimin, e aje ka të kontestume, aje ka problem, qka i thëtë Allahot pëse s'ka agjeru apëtën? Apo? E që kjo është përgjithsia. Që kjo është e që njeriu është përgjegjës në rrafsht individual për vetën e ti, përgjegjës për fjalët e ti, për bindjet e ti, për mendimet e ti, për ato që i ceka. Dhe përgjithsia të ndërlezër, përgjithsia kolektive. Ky njeri është qenje sociale, nuk ka mundësi me jetu vetë, nuk ka mundësi individualisht me jetu, apo? Ai do të komunikon domosdoshmërisht me botën e jashtme. Dhe rrëdhimesh nga kjo, si të pranoj une me jetu me ty, çka i bjen kjo? Une po pranoj detyrimet e kësaj shoqërie me nda përgjithësi. Unë i kam do detyra e ti ki do detyra. Fatkeqësisht shumë për njerëzve e ndajnë së bashku kolektivitetin, e ndajnë së bashku ëmbëlsinë e shoqërisë, por ju edhe detyrat bashkë, kapton. Por ju edhe detyrat bashkë. Apo, andaj përgjithësia është që ti ndajmë së bashku detyrat, duke filluar nga rrafshi familjar. Nga rrafshi familjar. A është familja një vend ku prej saj burojnë detyrime të caktuara? Po. Këto detyrime, a janë në një kahje, janë shumë kahje? Këto detyrime i përfshin të gjithë anëtarët asaj familje. Andaj besimtari me përgjegjësi të plot i din detyrat e tij brenda familjes së tij. Dhe pikërisht për shkak të kësaj, shikoni sa e ka çmuar lart sjelljen e përgjithshme të një gruaje në familje Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nderi i familjes është përgjithësi e kujna? E gruas. Edhe burri e njollos nderin, por gruaja është baza e njollosjes dhe e ruajtjes së nderit atë. Gruaja është baza e ruajtjes së nderit të shtëpisë. Andaj kush e ruan buxhetin e shtëpisë, kush e ruan sigurinë e shtëpisë, kush e ruan këtë gjitha ato, gruaja. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i njohur. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: "Ayyuma imra'atin", cila do grua, kush do kofta ja? Sallat khamsan, i fal 5 kohë. Është e përgjithshme për Allahut fillimisht, apo? I fal 5 kohë. E ruan nderin e saj, është përgjithësi me ruajt nderin. Apo është përgjithësi me ruajt nderin. Dhe e respekton burrin e saj, është përgjithësi. E burri edhe ai ka një hadith tjetër. Po këtu është hadithi për gruan. E respekton burrin e saj, krejt tu kur ti mesh të trijat, a i lidh mrekullueshëm përgjithësia? Po vallahi. E kur është e përgjithshme, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hyn xhenet nga cila derë don ata. Cila derë don Allahu ku dushin tash. Kush e ka thua atje? Përgjithësia e saj, e përgjithshme. Nuk është familja avanturë, nuk është familja eksperiment. Fatkeqësisht disa mënyra të formimit të familjes të ngjajnë sikurse një serial i ngjizuar që e ka të kufizuar epizodat edhe përfundon. S'ka seriozitet. Dikush futet në familjare eksperimenti me vot. Të provoj. Nuk më shkon mirë, më shkon shoqër domën e kalon Zoti dohom atë. Apo a është kjo hyrje me përgjegjësi në familje? Absolutisht se jo. Burri e ka për obligim të kujdesë për gruan e tij, për familjen e tij. Asnjë mas nuk e ndërmerr. Dhe normalisht ata kërkojnë furnizim, kërkojnë mbikëqyrje, kërkojnë veshmbathje, kërkojnë kujdes, kërkojnë. Ai s'ka mundësi ta bën këtë.
dhe në fund vjetë ndarja. Dikush thot i ka nda fukarllëku. Ja, i ka nda pa përgjegjësia e dikujt. Se dikush s'u i përgjithshëm. Prandaj nuk do të ketë probleme familjare, e them me plot garancë. Nuk do të ketë kur probleme të familje që e njollosin lumturinë e familjes. Apo Zot na ruaj, shpijen ditë ndarja në qoftë se individët brenda familjes janë përgjithshëm. Me që kaq. Kur gjë më shumë. Le të jetë gruaja e përgjithshme përballë detyrave që i ka dhe burri i përgjithshëm përballë detyrave që i ka, kur s'kan mundafën. Kur me plot bindje po a them atë. Do të kenë ndonjë ngjarje mos pajtime të natyrës njerëzore, po që të i kalon shumë lehtë, nga se përgjithësia i kthen në binar të jetës atë. Po nëse është s'ka përgjithësi, atëherë padyshim se edhe me i pas milionet e kësaj bote, edhe pallatet e kësaj bote, edhe krejt me i pas, nuk ka mundësi me jetu mirë. Nga se një pjesë e jetës është aspekti material, po nuk është e tëra. Nuk është e tëra. Pa e përgjithësia përballë familjes. Ti si musliman, qoftë ti që je i martuar, apo ti që pret martuash, apo familja jote, në cilë nivel të përgjithësisë është, sa je i gatshëm të përballosh me përgjithësitë e familjes Allah, ta bartësh mbi supët e tuaja ti, barrën e familjes, sa njerëz kanë probleme, burr, ik me problemet, kështu dikush më ndaj problemet e familjes ti. Ti je përgjegjës, ti dush më ndaj problemin. Ti je përgjegjës. Përgjësia edukimit të fëmijëve. Ja gjun problem, munohet sa dush, ta prish shkolla, ta prish shoqënia. Ky është fjalori i njerëzit pa përgjithshëm. Ti krye me përgjithësi tonën, ta ruan Allahu edhe në shkollë kudo qoftë. A ka përjashtime? Unë s'jam marrë me kallëzu gjëra të jashtëzakonshme, unë po flas për gjë normale. Të jashtëzakonshme nuhi Elsa më është jashtëzakonshëm. S'u thëmë që ukun i pa përgjithshëm, po i ka dalë një djalë se ka besuante. Kjo është rast tjetër. Por nëse ne me përgjithësi e kryjm detyrën përballë familjeve tona, me lejen e Allahut mënduar, nuk do të ketë rrethan që do të na e prish ndërtimin ton. E vështirëson po, e ngadalson ndoshta po me rënu, nuk është e mundshme. Nga se nuk do të jetë atë në përgjithësinë tonë, Zot na kërkon Allahu neve nëse bëhet fjalë për diç që s'mundem me e bajt. Apo? Për shembull, a ka në shariat dikun argument, unë nuk di. Dikun që i thuhet babës, në qoftë se shoqëria i ka këto cilësi, në qoftë se deri në këtë mas për hapat e keqja, në qoftë se këto njerëz ti lirshëm që i dur bibive tu kur fart detyrimi s'ki. A ka dikun kështu në shariat? S'ka. Gjithkund kërkohet kujdesi për fëmijët tonë. E që i bie, gjithmonë e përgjegjës. E që i bie, gjithmonë ki mundësi me rujt, në qoftë se i përgjegjshëm. Dhe ndahet përgjegjësia së bashku mes burrit dhe gruas. Normalisht çdo kush i ka detyrat e veta. Përgjegjësia përballë shoqërisë. Shoqënia të ndërrohet përbëhet për individave. Në qoftë se çdo individ në shoqëri me përgjegjësi bën inkuadrimin e tij në shoqëri, duke ruajtur edhe shoqërinë, edhe vendin, edhe sigurinë, edhe këtë çka ka të bëjë me këtë shoqëni, atëherë do të ketë problem shoqënia Allah se nuk na vinë në pihane njerëz me na prish vendin apo. Apo kush i bën problemet? Na. Ata ibn Sulejman ka qenë një dietar i madh, ka qenë njëri i devotshëm. Dhe kur ka ndodhur nganjëre vërshime ose ka fryrë e madhe, ose ka ndodhur një problem shoqëror, çfarë ka thonë? Ju ka thonë njerëzve, krejt kjo që ka po hjekni ju është për shkak meje. Shpresoj që kur desun e bëj gerahat keni me kona pëtën. Kësë ju ka thonë që në të kuptim, unë jam kriminali pëtën. Po ka thonë, i shkon mirë tonë që shtu me thonë si unë pëtën. Kur gjithë themi që shtu, unë jam sebepi e bura, vallaj se nështë ta mësë pa konën e bagi pu më mirë i kështë pasë. Ama jo me, valla me thonë, bëgët që ty ta pa më shërën, kështu s'ka hajra pëtën. Ja, kështu, duhet, në momentin kur na me zipresim, me janë gjitë dikujt fajnë, atëre s'ka bereqet. Ama kur dikush na bëhet mësim për veti, po që kur po thotë, këj me tonë ki dije dhe vëshmërije, që ka komone, në shtë edhe një mësebeb, kur gjdo kush e kërkon fajnë të vetja e ti, për probleme shoqëri, me lejnë edhe të manuar, vallahi, s'ka me pas probleme. S'ka me pas probleme. Ama, qëka e s'jel këtë? Përgjësia.
e cila padyshim se të ndërlezër është pjesë e rëndësishme e kuptimit të drejtë të fesë. Çka na ndihmon që ta ruajmë ose rritim ose mbledhim përgjegjësinë, dua të përmend vetë 4 shkaqe shumë shpejt. E para, ajo që e garanton prezencën e përgjegjësisë në të gjitha rrafsht e jetës tënde, ato që kanë të bëjnë me dunjon, me ahiretin, me veten tënde, me familjen, me shoqërinë, gjitha ato është mbledhja e kuptimit të drejta. Njerëz që s'kan kuptim drejt për jetën, s'kan koncepte drejta, këta s'mund të përgjithshëm ato. Për shembull, njëri që s'e ka kuptuar drejt jetën këtë botë Allah, s'ka më të qenë përgjithshëm. Ai që ka kuptuar jetën këtë botë, është jeta në këtë, për shembull, në njëri që ka kuptuar jeta në këtë botë është sot ki mundsi kënaqur, dëfrahu, arktohu, ha, pe, shetet, që kjo është jeta, njerë ki me dek, që shtu e ka kuptua jetën. A ka mundësi kjo me koni i përgjithshëm gjithmonë për balë këtë obligime? Nuk ka mundësi ato. Kjo është i përgjithshëm veç atëherë kur përgjegjësia i garanton komoditet dhe rregtim. Kur përgjegjësia është ngarkesë edhe privan për i dëfrimit, s'është i përgjithshëm. Se s'është i gatshëm me e prish jetën, thojza, sipas kuptimit ti, për një përgjithësi apo. Sa më rëndësi përgjithësia. Përgjithësia vjen e shkon, më rëndësi është për ta dëfrimi ato. Andaj kuptimi i drejt ose i pa drejt është ai që padyshim i jap kuptim edhe orientim përgjithësisë. Ndërsa besimtari që ka në këtë botë, unë kam këtë botë e kam një rol caktuar dhe kam edhe dhënë llogari para Allahut për këtë rol. Ky a botë i përgjithshëm? Padyshim. Ai që ka kuptuar familjen si begati që kam edhe dhënë hesab bajagi të madh para Allahut, a është i përgjithshëm? 100% Allah. Ai që ka kuptuar se largimi një pengese për rrugë që pigon njerëzve e çon xhenet, a është i përgjithshëm shoqëni ky? Po gjithçysh për punën më të mëdha pastaj. Qysh e ke marrë vesh? Konceptet dhe kuptimet e një njeri janë ato që përcaktojnë nivelin e përgjithësisë. E dyta është vetë llogaritja. Gjithmonë besimtari e kupton se niveli i përgjithësisë ka mundësi më rrit atë. Andaj a ka thonë Omeri radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni veten e juaj para se të llogaritni. E në çka me llogaritën e? A s'ka llogaritni parat e juaj sa i keni ose? Jo Allah, llogaritni jetën e juaj përballë përgjithësive. Sa i përgjithshëm këtu, sa i përgjithshëm këtu është më radhë. Shikaj këtë shembull të ndërlozur. Sa ka qenë Omeri i përgjithshëm, deri në cilën mas ka qenë i përgjithshëm. Ai ka qenë udhëheci i muslimanëve. A ka qenë udhëheci i dytë pas Abu Bekrit? Po. A ka qenë po. Mirë. Ai aq ka qenë i përgjithshëm për detyrën që ka pas, jo vetëm ditën që ka dalë, po edhe natën ka dalë mu interesu në Medinë, mos ka ndonjë problem. S'është e rrallë që ka gjetë dikun dritë dhezën, e u afru, e ka pa një nonë, ka mundohet me ishti dhënë shumë, kuptim pozitiv fëmijë në gjumë, se s'ka që ka me dhënë pe i buke, e jo në me të unë të pëtën. Sa që njëherë e ka ndodhë në rëzër, ka shkua dhe i ka gjetë një familje, edhe e ka pasë janë të rritur. I ka thonë ati këshilltari ti konë rëqëto që po vijone. Ka shku të depot e shtetit, ka marë mille, ka marë gjithë, ka ngarkun kratë vetë, Omeri, edhe ka pru këse gruja. Kjo gruja i ka thonë, ti dush me kun halife, jo Omeri. Thonë regull është, mirë është të kuptum, apo ti e halifja, qëfar Omeri, që flenë këtë vakt, apëton. Sa ka qenë përgjithë shumë apëton. Ka thonë Omeri, radiallahu ta'ala anhu, kanë frikë, se në qovë se ndonjë bakti e thënë komën në rrugë të pashtruar nga one, më pyjtë Allahu për këtë këm të kësaj baktia, apëton. Që kë njëri që mërmenja, apëton, në qovë se për kom të baktive është i përgjithshëm, a është për kom njerëzë pas ta i përgjithshëm? Pa tjetër, Allah, pa tjetër. Prandaj, llogaritë vetëm tënde, Allah, këqyre, ku jeti? Çka të ka dhonë Allah nga përgjithësitë, kompetencët e tua? Këqyre sa i përgjithshëm për ballasaj, kështu më radhë. Llogaritja është e cila garanton vazhdimisht përgjithësi cilësore dhe kualitative. E treta, që na ndihmon të jemi të përgjithshëm, me plot kuptimin e fjalës, është të shoqëruarit me njerëz të përgjithshëm. Wallahi, si të me njerëz të papërgjithshëm,
edhe aty të bojnë qashtu. Hajtë besa s'ka gale. Po kush pa të shë Allah, ti e me të menërisht ashtë kitë puna. Po hajtë lësë së një të e prish, 4-5 e thëndur, po një me ave që në keshtua, edhe vazhdojnë pa përgjësia. A kur të rrish me njerëz që të thojnë se Omeri ka thonë kështu, Ebu Bekri kështu, Filoni kështu, pa tjetër kemi koni përgjësëm. Pa tjetër. Andaj të nërëzër, na duhet që shoqëria jonë tjetë me përgjësi, që me të vërtet të mbjetën përgjësia në mesin tonë, e jo t'jemi ne ata që i mbysim përgjësin, dhe rrëdhime nga kjo edhe i mbysim individa që kanë ndërnejtru përgjësia, Allah. Kanë tru përgjësia. Andaj, sahabët që shtu kanë këshilu njëritetin në bazë përgjësisë. Dhe e fundit që dua të them nga pikat e përgjësisë është, lezo për jetë e pejgamberëve. Shoqënohë ke e treta, po e katërta, nëse nuk mund me gjithë shumë shok të përgjithë shumë, plotësoje këtë mangësi me lexim. Lezo për pejgamberët e Allahut, sa ka qenë përgjithë shumë. Sa ka qenë përgjithë shumë. Shikoj përgjithësinë e Nuhit alayhis përballë misionit, 950 vjet. 950 vjet. Wallahi mos t'i kish thënë Allahu ndërtoi anijen, edhe 900 tjera kish më nejt palkun për vendet vet apo. Përgjithësi e shumë forma tjera apo. Lezo për përgjithësinë e ulemave, burrave të mirë, muslimanëve, devotshmëve, e kështu me radhë, sa kanë qenë të përgjithshëm. Dhe për fund leni t'ju lexoj disa fjalë të burrave të mirë pra, që flasin për përgjithësinë që duhet ta kemi parasysh. Ebu Bekri radiallahu ta'ala anhu çfarë thot? Thot kulmi i vërtetësisë, e që është e kundërt e kujna, e gënjeshtërës dhe tradhtisë. Thot Ebu Bekri, kulmi i vërtetësisë është përgjithësia. Ndaq me mat një njeri, sa është i vërtet, sa nuk mashtron, këqyre çfarë është përballë përgjithësive aftën. Për këtë arsye dhe një herë ka shku Imam Buhariu rahimahullah te një njeri me marrë një hadith. U shku me marrë një hadith. Edhe e ka gjetë duke e joshur një deve për më mujt me ka për litarin, se i ka ik devja. Edhe kër e ka pa duke e josh devën në mënyrë të rrejshme. Nësë s'ka pas kur gjë në dorë, po të e mashtu kinë se ka në dorë dhe që ka për ushqim me e kap devën. Kë nuk ka haram, nësë po thëmë kuptim të haramit. Ka thonë ti që e mashtu në devën, zguzem me të besu për hadith. Edhe ka shku apëtën. Ja ka matë vërtet, përgjësia jo të përbalë së i deve, apo, se ti po e mashtran, nuk mjep mu shumë komoditet me të besu dhe në punë tjera. Andaj, shikon e njërin sa është i përgjithshëm familje, matën i pastaj përgjithësinë e tij sa guxon me rllëgarit për përgjithshmëora apo. Kjo është rregull. Matë përgjithësinë e dikujt përballë Allahut, dash me di sa guxon ti me rllëgarit në përgjithësinë e tij përballë teje. E kështu me radhë. Nga se ka thënë Abu Bekri, kulmi i vërtetësisë është përgjithësia. Omeri radiallahu ta'ala anhu çfarë thot? Ka thënë Omeri radiallahu anhu, nuk më bën përshtypje namazja pa agjërimi i dikujt. Nga se tek e fundit, kush do në falet, kush do nuk falet. Kush do në agjëran, kush nuk do në agjëran. Kuptim individual, kjo punë e tij Allah, mos më bën përshtypje për mua. Ka më bën përshtypje përgjithësia e dikujt. Kur është i përgjithshëm, apo kur është i sjellshëm punë e tij, që kjo më bën që me të vërtet të më bën përshtypje dhe të më tregë vëmendjen punë e këtij njeriu atë. Subhanallahu. Ndërsa një nga dietarët e mëdhaj ka thënë për përgjithësinë Mejmun ibn Mihran, ka qenë dietar i madh dhe adhuruesi i madh i Allahut azza xal, ai ka thënë 3 gjëra nuk shikohen përballë kujt bëhen. Shiko, 3 gjëra ka thonë nuk shikohen përballë kujt bëhen. A janë përballë të devotshmit apo përballë mëkatarit? A janë përballë të mirit apo përballë të keqit? 3 gjëra nuk bën me këshir përballë kujt i ki. Duhet me kry përballë çdo kujt. 3 gjëra, cilat janë ato? Kone para është përgjithësia. Përgjithësi ti ki përballë ti. A falet ai, as falet ai, kjo është puna jote. Shumë njerëz thonë, baba s'është namazlik, kështu që a është namazli baba, a s'është namazli, kjo s'është tek e fundit punë jotja. Ti e përgjegjës musil përballë ti si djali i tij dhe ki detyra përballë ti. Nuk i zbet detyrimet e tuja përballë babës, namazi i tij apo agjërimi i tij apo. Absolutisht. Nga se detyrimet janë të barabarta. Përderisa është bab, përderisa është non. Edhe kështu me radhë.
Na kemi përgjegjësi përballë njerëzve. A është ai besimtar, a është mos besimtar, a është ai ateist, a është alkoolist, a çka është ai, a është njeri, po. E po këqyr pra shariati me çfarë përgjegjësi ka ngarku ty përballë krijesës së quajtur njeri. Ka detyrim Allah. Jo lejohet me këta me mashtruese. Ma mirë më marrën para se kemi qenë në rakia apo. Po çfarë të ndërton ti ku i çon ki parët Allah? Ato janë parët e ti. Ti dush musil me emanet përballë ti apo. Nga se thash 3 gjëra janë që s'ban me këshur përballë kujt ti apo. Drejtësia, korrektësia, maturia përballë çdo kujt janë. Nga se kjo përgjegjësi, a është drejtësia përgjegjësi? Po, nuk duhet me shikuar se i drejt me këta e i pa drejt me këta, se këta s'ka gale, këtu në ngarkaj jau, se s'ka problem. S'ban kështu, nuk ban kështu. Prandaj edhe përgjegjësia është tash përballë çdo kujt. Duhet kryer sipas detyrimeve që i ke ti si njeri përballë të tjerëve. E dyta ka thënë el ahd. 3 gjëra nuk shikohen. E para përgjegjësia, e dyta marrveshja. A ke bën marrveshje me akushit punë? Po. Apo a ranaj, a mashtranaj, a vranaj, a spunanaj, sa ke premiote. A ke bën marrveshje me akry punën? Kryja vllapta. Kryja punën. A ke bën marrveshje? Ti ke bën marrveshje. Andaj marrveshja duhet zbatuar përballë çdo kujt. Dhe e treta ka thonë lidhja farefisnore. Apo a është i mirë ai i fisit ton, ai i familjes tënde? A është namazdi, a nuk ka namazdi kështu me radhë? Kjo nuk e përcakton lidhna për shkputjen, nga se gjithmonë duhet të jenë të lidhura lidhjet farefisnore. Prandaj të nderuar vëllezër dhe motra, formimi jonë në qoftë se na shpihen këtë nivel të përgjegjësisë dhe pastaj me përgjegjësi sillemi si duhet përballë të gjithëve, duke filluar nga vetja jonë, me bindje dhe fjalë dhe sjellje, e pastaj me ata që na rrethojnë, nga njerëzit, madje edhe nga kafshët. Kjo është reflektim i sigurt i një formimi. Nga se më lëni për fund të them një çështje të rëndësishme. Në një hadith që mendoj nuk është shumë hadith përgëzues. Nuk është një hadith që na lën me kon shumë komod. Cili është hadith? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: një grua ka mundësi e mbulu më u konë. A mu shumë mu që su konë? A i ka thonë një gru. Ka falë namaz në dështa. Ka agjeru ndër. Ku e diti që si ka bu këtë punë? S'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një pabesimtare. S'ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një mëkatare. Ka thonë një grua. Ka hynë xhehenem për shkak një mase. E që i bije kjo gru, mos e shkon që kjo masë, se shkon xhehenem ato. Apo, a i bjen që shtu të kuptimi i jashtëm. Ka thonë, dekhaletil e nara imraetun fihirra. Një gru ka hi në gjehnem për shkak një mace. Do me thonë, i bjen që ajo pun tjera i ka posë, bëjë i mirë. Por ato pun i ka posë të shkapërderura, të palidhra me përgjithsi. Apo, dhe ka që e pa përgjithshme, dirë në atë masë, i ka mungu përgjithsia, sa që një masë e ka marrë dhe ka burgos në shtëpi. As se ka ushqy vetë, e as nuk e ka liu masën që vetë i bën vetës qare, që të ushqyet nga gjallës e tokës. Diri sa ka ngurë në masa, një masë. Apo? E punë e madhe me, apo? Me të sofë një masë. Po më nej, punë e madhe në fjallurin tonë. Po në fjallurin e shiratë nuk është bërë punë e madhe. Se nuk bëhet fjallë të kunit për një masë, po bëhet fjallë për një papërgjithsi dikujt, apëtën. Andaj në qofë se për shkak të papërgjithsisë të dikujt, ngurë një macë, Allahu qatë njëri në gjëhenem e qenë apëtën. Që ta mërmenja për ato që vinë tani për mi macë. Qështë me kona si musliman apëtën? Ko përgjithsia Allah? E mbi gjitha përgjithsia për balë fejës tonë. Ta ruajmë këtë fejë Allah. Ta ruajmë bukurinë e kësaj feje, imazhin e kësaj feje. Të ruajmë punën e kësaj feje. E jo me sillet pa përgjithshme, me fjalë pa përgjithshme, madje me reagime pa përgjithshme. Të dëmtojmë musliman, të dëmtojmë njerëz tjerë, të dëmtojmë fenë tonë, të njollosim atë që e ka hieshu Allahu xhallahu ala dhe e ka dëshmuar hieshin e kësaj feje Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mendoj se nëse mendojmë thellë dhe rreth kësaj teme dhe përgjithësi sa duhet me pika që përmenda,
mendoj se do të bindemi së bashku se formimi është i korrizuar me kurorin e quajtur përgjithësi. Kur aja është, të gjitha tjerët pastaj janë të lidhura në vargun e duhur, të renditura si duhet dhe me ndikim efikas si duhet në jetën e besimtarit. Allahu në nëse Zotë Gjellewala të në ndihmon që timit përgjithshëm në të gjitha fushët e jetës tonë, nga gjërat më të vogla deri ato më të mëdha. Dhe Allahu na bëf që në bazë të kësaj përgjithësie nesër për Allahut ta kemi llogarinë e lehtë dhe shpërblimin me xhenet. Allahu ju shpërbërmendin me kaq për të funduar sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.